Në mbledhjen e Komitetit e Emergjencave Civile raportuan për situatën aktuale në vend pas përmbytjeve edhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu dhe Ministri i Bujqësisë Andi Salla. Vëngu thotë se 502 efektiv të forcave të armatosura ndodhen në terren, në gatishmëri, teksa vendi është i përfshirë prej ditësh nga moti i keq. Forcat e armatosura vijojnë aktualisht të jenë të angazhuara kryesisht në Shkodër, Lezhë, Kurbin, Durrës, Fier, Vlorë, Delvin dhe Gjirokastër, për të mundësuar 3 aspekte. Sigurisht përparësia, siguria e jetës dhe nga ana tjetër ndihmesa për evakuimin e ujrave dhe rikthimin e qytetarëve në banesat e tyre. Elementi i dytë, mbështetje në mbrojtjen e infrastrukturave kulluese në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me bashkitë, dhe elementi i tretë ka të bëjë me rehabilitimin e disa akseve. Forcat xheniere janë gjithashtu të angazhuar në këto momente nga Shkodra, Kurbini, Durrësi, Delvina dhe së shpejti edhe në Tepelen, për të mundësuar qoftë rehabilitim urash, siç e kemi bërë në 2 raste në këto 24 orë, qoftë rehabilitim aksesh rurale, pasi akset nacionale, siç e përmendi zëvendës kryeministri, janë absolutisht të kalueshme, por vështirësitë në akset rurale vijojnë edhe në këto momente. Nga ana tjetër, për sa i përket elemente mbështetës për banorët e evakuar, një pjesë e mirë prej tyre, aktualisht 460, gjenden të akomoduar në struktura shtetërore, ndërsa pjesa tjetër janë në struktura hoteliere, dhe përfitoj nga rasti të falenderoj strukturat hoteliere të Durrësit dhe të Vlorës që kanë treguar gatishmëri dhe mbështetje. Në ndërkohë, rezervat materiale të shtetit, duke parë parasysh nevojat e bashkive edhe kryesisht atyre të Durrësit, Krujës, Thumanës, pjesën e Thumanës në Krujë, sikundër dhe në Vlorë dhe në Gjirokastër, kanë mundësuar dislokimin qoftë të pakove ushqimore, qoftë të materiale për fjeti, krevat, element mbështetës të tillë, sikundër në rakordim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me shërbimet e veterinarisë që kanë mbështetur në evakuimin e krerëve nëpër ferma, kemi mundësuar transportin dhe shpërndarjen në orët në vijim të 400 ton koncentrat. Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se janë ngritur grupet e verifikimit në të gjitha zonat e prekura për evidentimin e saktë të dëmeve. Veterinerët po ofrojnë asistencë të vazhdueshme për zonat e prekura dhe është bërë evakuimi i disa fermave të rrezikuara. Sipas situatës cilët ne është paraqitur në ditët e fundit, ne kemi qenë të rënë së bashku me të gjithë grupet e punës ndaj Ministrisë së Bujqësisë, ku kemi ngritur grupet e verifikimit në të gjithë zonat e prekura në evidentimin e saktë të dëmeve. Veterinerët zyrtarë janë duke ofruar asistencë vazhdueshme për gjithë zonat e prekura dhe ato të cilat janë në nevojë për të bërë evakuime të nevojshme së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes, ku kemi bërë evakuimin e disa fermave të rrezikuara, por edhe ato të cilat kanë pas nevojë për ndërhyrje me ushqim në kafsha, po të cilat ne kemi dhënë asistencën tonë. Sipas ministrit, hidrovorët janë në gatishmëri dhe funksionar në të gjithë Shqipërinë dhe se 29 ekskavatorë po punojnë për hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese.